E shikues dashur, si tashmë ju e dini, ne jemi në Valbon. Pra ky sezon i plus minus i këtij emisioni do zhvillohet në Valbon dhe ne jemi tek një hotel i mrekullueshëm i cili është këtu, Valbona Resort and Spa, në cilin jemi akomoduar dhe po xhirojmë vazhdimisht intervista të ndryshme me mysafirët tanë. Është kënaqësi e madhe që të kemi Edona Hysa, e cila do na tregojë më shumë rreth hotelit, do na tregojë se çfarë mund të ketë dikush i cili vjen në Valbon dhe akomodohet tek hoteli Valbona Resort and Spa. Edona, faleminderit shumë për kohën dhe faleminderit shumë për pritjen këtu, sepse është vërtet pritje fantastike. Shumë faleminderit dhe ju dhe mirë se erdhët. A mund të na tregosh pak më shumë rreth këtij hoteli, që sa vite operon dhe disa detaje të tjera të cilat edhe përmes pamjeve të gjithë shikuesit mund t'i ndjekin ambientet këtu që janë, por gjithashtu edhe do i vizitojmë ne pak a shumë kështu gjatë bisedës. Atëherë, Valbona Resort and Spa ka 2 vite në treg, është një resort i ri që plotëson të gjitha kushtet për një hotel me kategorinë për 5 yje. Hoteli Valbona Resort and Spa, duke qenë që është një resort shumë i madh, ka sjellur zhvillim sepse është hoteli vetëm që le të themi ofron kushte si ambienti i spas, i relaksimit, kemi lloje të ndryshme ambiente pushimit si pjesa bari që është këtu, po ashtu ka dhe pjesën e restorantit që është pjesa ndej e cila do e vizitojmë për pak minuta. Sa i përket Valbonës, ka shumë akoma atraksione të ndryshme që nuk janë zbuluar, ka shumë destinacione që duhen zbuluar dhe për të parë, kështu që sidomos për turistët e hiking që vinë çdo sezon, besoj është një atraksion që do sjellë shumë zhvillime dhe do ketë shumë kapacitet për zhvillimin në të ardhmen. Tashmë jemi edhe te pjesa e restorantit. A mundesh më na tregu se çfarë ushqime mund të gjithë vizitorët të gjejnë këtu dhe të shërbejnë me to? Patjetër, sa i përket restorantit ka menu tradicionale normalisht, por ka element që janë ndërthurë me atë modernën. Pra është një kuzhinë tradicionale, por që sjellim edhe element modern. Tashmë jemi edhe tek pjesa e spas, ku Edona do na tregoj më shumë se çfarë mund të gjejmë këtu dhe si të shijojmë dhe të relaksohemi, ndoshta pas ecjes në Valbonën e bukur dhe të vinë këtu për pak relaks. Patjetër. Atëherë, siç e shikoni, ambienti i spas ka një pishinë të veçantë sepse është hidromassage pool. Gjithashtu këtej kemi pjesën e saunave, që janë 3 sauna të ndryshme, gjithashtu edhe steam room. Çfarë dhomë është kjo Edona? Mundesh më na tregu? Përsa i përket hotelit, faktikisht ka disa tipologji të ndryshme. Hoteli ka family room, ka junior suite, ka dhoma king size, twin room, queen deluxe, pra ka një shumëllojshmëri të dhomave. Dhoma që jemi tani është një nga dhomat më të veçanta, është junior suite, pra siç e shikoni është me living room edhe gjithashtu dhe dhoma e gjumit. Pamja shumë e bukur, e rrethume prej maleve. Mundem me pa dhe të gjithë shikuesit, është vërtet fantastike. Atëherë, sa i përket rezervimit është shumë e thjeshtë, normalisht që ne jemi në gjitha aplikacionet e mundshme, por që kontakti drejt për drejt me hotelin gjithashtu është një mënyrë shumë e thjeshtë dhe mund të rezervohet shumë kollaj. Po nëse është në Instagram hotelin, dhe kam qa me bu një rezervim për Instagrami direkt. Patjetër, do me thënë si që thashë ne jemi në gjitha aplikacionet e mundshme, edhe në Instagram po ashtu mund të rezervosh në Booking dhe në çdo aplikacion tjetër të mundshëm. E shikues dashur, mos e humbisni mundësinë që të vini të shihoni pamje të mrekullueshme të Valbonës. Ky është kati i 7. Patjetër, këtu kemi sallën e konferencave, unë po hap derën që t'ju tregoj nga brenda. Siç e shikoni është një ambient shumë i veçantë dhe shumë mahnitës. Po besoj që ka një pamje fantastike nga ana tjetër e hotelit. Patjetër, pse jo, mendoj që një staff retreat ose një grup që le të themi mund të vinë për një mbledhje ose çdo atraksion që mund të ketë, është një ambient shumë komode dhe shumë i veçantë. Atëherë, kjo është një sallë private, le të themi pak më e veçantë dhe pak më speciale, por që kemi edhe një ambient tjetër të tillë, kështu që pse jo mos ju tregojmë dhe atë. Shkojmë edhe atë pjesë. Ka
hapësirë të bollshme, salla gjithashtu ka kapacitet për 20 deri 35 persona. Është një ambient i bollshëm, kështu që ne ftojmë të gjithë staf rritëritet ose çdo kush që ka nevojë le të themi për një mbledhje ose për të gjitha arsyet që mund të ketë për të zhvilluar një meeting sa më të këndshëm, se jo mund të vizitojë ambientin e sallës tonë. Pra, për gjithë ju shikues të dashur, për kompanitë e ndryshme, por edhe për takimet e rëndësishme që i keni, mundeni me ardhë te Valbona Resort and Spa dhe me pas këtë sallë të takimesh, konferencave, të mbledhjeve të ndryshme, kështu që mos hezitoni dhe me vizitu hotelin. Jemi përsëri tek holli i hotelit, Valbona Resort and Spa, dhe dua ta pyes Edonën kështu si përfundim të kësaj interviste se si i fton të gjithë shikuesit e emisionit Plus Minus që të vinë dhe të shijojnë ambientet e Valbonës, por gjithashtu edhe ambientet e Valbona Resort and Spa. Po gjithashtu mos të harroj ta përmend edhe pamjen e mrekullueshme që mund ta kenë nga ky hotel. Atëherë, ne ftojmë të gjithë shikuesit dhe të gjithë klientët që duan të vizitojnë Valbonën, nëse duan të kalojnë një fundjavë ndryshe ose diçka shumë, le të themi diçka që i çon në një botë edhe dimension komplet tjetër, pse jo mund na vizitojnë.